Ndërkohë, po më thoi që ajo që ke në dorë lidhet me qumshin e bletës. Kjo lidhet me qumshin e bletës. Këto janë kubzat këtu. Para se të nxjerrësh qumshin, unë këte e fus për 3 ditë tek bleta. E fus bosh, pa i futur vezët e bletës këtu. Vetëm për ta pastruar bleta dhe për t'i dhënë atë erën e saj. Bleta që do nxjerrë qumësh, do të jetë bletë e fuqishme, dhe kur them e fuqishme, unë e mbaj me 9 pjellje. Dhe në kornizën e 10 i fus këte. Janë disa spatula të vogla që të këto kubat e kuqe, unë fus nga një vezë blete këtu, dhe mbasi kam plotësuar, këto kanë nga 15, e fus tek bleta, mbas 3 ditësh ose 72 orësh, shkoj e marr. Fillimisht do gjejmë një krim këtu, që është bleta, faza larvare e bletës, e heqim atë, dhe është qumshi që do rriste atë larvën për ta bërë bletë punëtore, atë që pat juve që po fluturonte. Dhe kjo është e mbledhim atë dhe e fusim për ato shishet e vogla, 10 ml ose 15 ml ose dhe 20 ml, sipas kërkesave që kemi. Bleta riprodhimin është vetëm një në terat ushtrit madhe që kalon nga 40.000 deri në 70.000 tek bletët e fuqishme, individ, që janë 3 lloj individesh, është bleta punëtore, është jimi, bleta punëtore, mashkulli dhe mema, ose ama, siç e flasim neve të grupi i Zoomit. Mema është vetëm për të pjell vezët. Dhe sa më mirë t'jetë mema, sa më pjellore t'jetë mema, aq më rasti që kishim sot, arka ishte mbushur me blet, nuk mbante me blet, u detyrua që gjysma e ushtrisë që ishte brenda në ark, të lëshohej terroriste, dhe mbeti ka mbetur gjysma tjetër atje. Unë tani do vetë ta kontrolloj atë blet, sepse ajo blet ka çibuk të tjerë brenda. Çibuk quhet fazat e zhvillimit të amës, nga veza që ka vendosur unë deri në ditën e 15. Në 15 del mema. Në momenti që del mema, mema e vjetër merr gjysmën e ushtrisë dhe largohet. Këtu rri mema e e reja, ajo që ka dalë. Por nëse do kemi çibuk të tjerë, amat që dalin ema të tjera, ajo ndahet përsëri në 2, në 4, vazhdon të ndahet, edhe nuk merr mjalt nga ajo. Atëherë, detyra ime çfarë është? Do shkoj të gjitha çibukët e tjerë që janë pa dalë, do shkoj t'i nxjerr, do t'i prish ata çibuk, dhe ajo blet mua nuk më rojit me. Në qoftë se unë e mbaj për shtesë, unë ata çibuk i marr me 2 korniza miz dhe i fus në arka të tjera. Dhe gjatë kohës, ato bletët e tjera të fuqishme, ju marr nga një kornizë me pjellje dhe ose me miz dhe e fuqizoj atë deri në dimër. Kjo është punë e bukur. Do ma shpjegosh pak si e mbledhni ju bletën pasi ka ikur? Ajo lëshon dhe shkon e mblidhet me një pemë. 20-30 metra. 20-30 metra. Çfarë tërheq apo thjesht? Ajo do iki, do lvizi, po para se të shkojë aty tek pema, ajo ka dërguar ato bletët jurmuse që kanë zgjedhur vendin ku do ulen. Unë kam fatin e keq se gjitha pemës tu rreth e qark në largësi 25 metra të larta të gjitha, dhe siç e pat dhe vetë sa lart ishte mbledhur. Dhe mbasi e mbledh atë, e futëm tek arka atje. Arkës i futa 3 korniza të reja, megjithse ajo donte 5. Unë 3, se po nxitoja se isha vetëm. I futa 3 korniza. Procesin se si e ula me kovë që lart e pat, megjithse ishte e vështirë, se isha i pa përgatitur për atë punë, dhe e bëra me ristela atë kovën. Ajo doj një drunjë çik më të fortë që të mos lëkundej. Dhe ta kisha të fortë që ta godisja emra atje, bjen kova ajo, edhe ul me njerë e derdh tek arka. Kur thua isha i pa përgatitur, një blet ta lë të kuptosh se kur ajo e ka në fazën që lëshon? E le. Më të tregon se ajo ka nxjerrë çibukun në përpara. Po unë duke pasur shumë, duke qenë një çik plak, nuk i harri dot që t'i kap të gjitha në kohën e duhur, me një fjalë. Zotë Gzim, kur e keni nisur profesionin bletëritësit?
Tani unë kam pasur 2 kështu shkallë, ose 3 periuda të them. Periuda e rinis, kam bajtur i matë, po unë nuk shkoja fare. Shkoja e ndihmoja vetëm për të vjellë, dhe vetëm centrifugë. Pasaj mbasi iku babi në botën tjetër, më mbeti mua bara, filloj të merresha, por të kujtoja do në beja të punë që kishte bërë babi. Po në kohën e verit s'ka pasur këto smundje që janë, jo varetoza, jo osteoporoza, jo smundje të ndryshme, pesë amerikane, pesë europiane, nuk s'janë njohur në atë. Pas ka qenë për blet, për dikë pas ka qenë e mirë kohën e verit, për blet. Ka qenë, neve jemi rritur me blet, jemi shkolluar 3 fëmijë me blet. I matë merrte vetëm 1 milion, merrte vetëm 1.000, si thonë, 1.000 lekë të asaj kohe, pension lufte, me merrte 700 lekë, 600 lekë, 500 lekë në muaj në kooperativ, në një kohë që bursa ime ishte 3.600 lekë. Dhe ju shkolluat duke shitur mjaltin? Duke shitur mjalt, po mjaltin para 90 s'kishte çmim goxha të lartë, dhe po të bëjmë një krahasim, atëherë çmimi ishte 250 lekë. Aq sa ishte rroga ime si drejtor. Në rroga ditore ime si drejtor ishte 250 lekë. 250 lekë ishte dhe kilja e mjaltit. Që takon sot të jetë 50.000 lekë, dhe nëse aq është rroga i drejtori sot rroga ditore. Me që ishim të cilësia e mjaltit, mund të më thuash ku dallon një mjalt me cilësi të mirë nga një mjalt me një cilësi më pak të mirë? Mjalti nga cilësia dallon vetëm nga lloji i kullotës. Për shembull, unë më pëlqen shumë mjalti i bregdetit, që është mjalti i agrumeve, i portokalleve, i mandarinave. Shokët e mi Saran, për shembull, i kanë vjellë tani, që po flasim bashkë. Ndërsa tek neve, dhe për zonën tonë mbajt mjalti i Shërbelës. Kjo zonë ka shumë Shërbel. Ka shumë Shërbel. Terpani, Çorogjafi, Reova, Zhabukika, do në kanë mbajtur para viteve 90 peshën e madhe bashkë me jetësinjën të Shërbelës që mbledhëm. Dhe kooperativa jone kishte 600 kuintal planin vjetor dhe shkonin dhe 700-800. Ishte prodhimtari, veç se tani janë shtuar shumë pletët, kanë hyrë shumë pletë të rritës, si qoja pletë të rritës të rinj, por që ata bëhen shkaktar për të përhapur sëmundje tek bletët, se nuk din t'i kurojnë, nuk din t'i mirëmbajnë, nuk... Edhe ata bëhen shkaktar për të përhapur sëmundjet. Bletaria, se tha më parë që në kohën kur nuk vija tek bletët, i matë bënte vetëm punë mekanike. Bente arkën, ju fuste kornizat, nxirrte mjaltin dhe kaq, nuk ishte problem sëmundjesh dhe gjëra. Ndërsa kur fillova, nga fundi viteve 80, filloi të shfaq varetoza. Është një sëmundje, është një parazit tip kërpushe. Kap bletën dhe e zhduk bletën. Dhe nuk është vetëm proces, dhe nuk ndodh ky proces vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Po si luftohen këto sëmundje? Tani vetëm me ilaçe të ndryshme. Unë kam pasur fatin që të bashkëpunoj me doktor Plum Aleksin, që është nga më të mirët që ka Universiteti i Kamzës. Se po më përmendje pak para një grup në Zoom, në Zoom, po. Aty kemi shkencëtarë nga Malizi, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, nga diaspora, nga Gjermania, nga Italia, nga Greqia. Ju bashkëpunoni për të ndarë ide apo për tregti? Jo tregti, jo për ide. Kemi pasaja profesor italian, që këta që janë në Itali bashkë bisedojnë me ta dhe na lidhin në Zoom neve, profesor grek, turq, anglez, gjerman, profesor të nivelit të lartë, që punojnë në institute kërkimore. Dhe kemi përfituar shumë. Kjo është periudha që unë tani e quaj veten bletar, nuk e quaj me pesyje, po jam bletar që ditë rris blet në një fjalë, pa merak. Ndërsa para 10 vjetësh isha një bletar amator. Tani e bletrit si më i mirë në Berat. Jo, nuk mund ta them atë. Po jam i kënaqur se me këto blet, se tash me rrogën e shtetit si kemi qenë rëgrua neve, nuk mund t'i shkolloni fëmijët, se dini kush është kosto, ju jeni të rinj vetë, dini sa është kosto universitetit. E dini sa është kosto të blesh një palë shtëpi, blesh shtëpi tjera për djalin, ti mobilosh,
të vish atje këtu, të besh shtëpi prapë në fshat, janë pikërisht këto blet. Nuk është vetëm mjalti, tash është edhe qumshi, është edhe propolisi, është edhe poleni, janë gjitha këto produkte që i blejnë. Se folëm pak edhe për zoomin e këtë teknologjinë, do vim pak të breziri, sa të interesuar janë për këtë profesion? Fatkeqësisht, nuk shikoj të grupi jonë të zoomi, Asnjë të ri. nuk shikoj shumë pak. Kur them të rinj, bet fjalë mbi 40 vjeç. Do të mosha juaj universitar dhe kështu s'kam para asnjë tek zoomi. Ne jemi gati 3500 veta, që nga Amerika e këtu me fjalë që lidhimi Po sipas jush pse ndodh? Nuk flitet sa duhet? Jo, flitet, po janë të interesuar, ju pëlqen qefi, se bleta është punë, se gjithë kanë idenë që bleta është punë sport, je punë qefi, je punë ashtu, jo, është punë me djerës, është punë që lodhesh. Unë kush e disa herë flepa drek e ha drek në orën 6, se vi që andeja i lodhur ashtu, do shtrihem krevat, më kap gjumi kështu, vetëm kur filloj të mbërdhi atëre, zgjohem, shikoj orën, ora 6, do ha drek në orën 6, dark pasaj po më hëngër, do ha, po s'më hëngër, është punë e lodhshme. Megjithatë, çdo gjë është me qef, se fillimisht unë kam nisur me qef me sport, pasaj bëhet smundje. Fillon ta krimi jo ta bëj dhe këtë kështu dhe kështu. Eksperimente kemi bërë plot, kemi dështuar kush e disa herë, kemi fituar nga jo që dështon fiton një përvojë se bën me atë, bën diçka tjetër. Edhe fillon. Tani unë këtu në tavolinë nuk shoh vetëm mjaltin, në fakt po shoh edhe një produkt tjetër që është uthulla e mollës. Uthulla e mollës egër. Fshati jo. Madje po ta bësh kështu ka edhe nga këto të mollës shumë i mirë. Fshati jon ka shumë mollë egra, po problemi është që s'kemi shumë punëtor. S'kemi punëtor për ta mbledhur. Unë kam një 3-4 rrenjë tek baçja ime, ato bëjnë 2 fuqi dhe i mbir mollën e egër shkon e merr në frashër të përmetit. Zhapoki ka mollë të egra? Ka goxha mollë të egra. Dhe kjo molla këtu të cepi shtëpisë këtu mollë egrash. E keni parë që e kisha kruajtur me traktor kështu dhe se kisha shkulur, se është mollë egra. Ajo më jep një fuqi me dhe ka plot mollë të egra, po ato janë tani në përferra, në përgjera që s'kam punëtor të mbledh. Unë bile nuk gjej punëtor për të ngarkuar dhe shkarkuar bletën. Ja, e shifni aty. Makina shkon mund mes parkut. Dhe atje ku i çoj unë mes parkut. Domethënë, ata punëtorët, unë ju them, urdhoni 30.000 lekë, vetëm sa të ngrini që këtu të hidhni spod makinës. Afrohet makina në fund të rrjeshtit. Marzalla se janë nuk e gjen një punëtor. Jam detyruar vetë të ngarkoj, me fjalë, po tashin mosha e bën punën e saj. Si jam me gëzimi i parë që ngarkoja 100 bletë vetë. Tani ande këtë janë qik. Me shoferit me të lutur javë një qik. Zoti Gzim më thej që breziri nuk ka shumë interes për bletëritjen, megjithatë ti ke arritur t'ja trashëgosh Alkesi djalit tënd. Po shikon Leverdin Alkesi faktikisht. Shikon Leverdin me këto bletë, jo se kemi bërë parat madhe, po kemi mbyllur hallet e shtëpisë. Bletërit të pasur nuk ka. Ka bletërit që duan zanatin, që i merr pasionin me vete. Unë shikoj në Zoom kosovar, në shoqëria jonë e Zoomit. Profesor Ibrahim Vishaj është goxha pleqëri dhe është i apasionuar, diskuton, pyet e bën me gjitha duket është njeriu model që e kap. Pra të jesh bletëritës duhet të kesh një lloj raporti edhe shpirtëror me punën. Edhe shpirtëror. Se po më thoje profesioni im ka qenë mësues. Po më shumë jam marrë me mësuesët se kam qenë drejtues nga 30 vjet. Edhe kam qenë i lodhur bile kur kam mbushur 5 mars ditën e daljes pension. Ju thoshja shokëve, po më thoshin ta shtyj me mbyllje këtë vit ande këteja. Absolutisht nuk duroja, s'kisha merr nerva që ta shtyja. Ndërsa kur hynte bletët, i harron gjitha hallet, edhe hallin e madh keq në shtëpi, je i përqendruar aty, po shikon si po ecën puna, çfarë defekti ka, çfarë do bësh. Është një ty të kanë ndihmuar dega që ke kryer, se biokimia lidhet disi? Ja, më kanë ndihmuar. Më kam pasur fatin e madh, kam pasur 2 profesor të sistematikës, njëri nga ata nuk jeton, Babi Ruci, kishin një sistematicient
mbas Kol Paparistos, është ai dhe Mustafa Demirit. Çfarë mund të na thuash për bletën nga ana biologjike? Çfarë ka një gjë të veçantë bleta? Bleta është me gjak të ftohtë. Dhe ajo ka hemolimf, nuk ka gjakun siç e kemi neve, quhet hemolimf. Dhe me ngritjen e temperaturës, ajo bëhet aktive siç është tani. Ndërsa kur vetëm minus temperatura, ajo është në gjumë, themile, siç bjen zvaranikët në gjumë. E njëjta gjë edhe bletët. Bile një shoku jon kishte bërë një eksperimentit, kishte mbushur një kavanos me bletë dhe kishte futur tek lloma e akullit në frigorifer, kishte ngrirë gjitha. E mori që aty e nxori e la kavanosin diell, u ngjallën gjitha fluturuan. Po mirë, unë kam parë që dalin dhe ndimër, për shembull, si shpjegoj. Ato dalin për të kryer nevojat personale. Po nuk punojnë. Nuk punojnë, po s'kan ku shkojnë, se bleta punon kur ka për të ngrënë. Nëse ajo do gjej jashtë, del jashtë. Po ndonjë lule dimrore nga këto lule nuk prodhojnë aty, prapë edhe për gjetën. Këtu tek neve nuk ka, se këtu ku jemi neve, fundin e ndorit bëhet akull, domethënë rrëshqet. Unë në 10 tetor, 15 tetor, 5 tetor, domethënë si të hapi marja, do ai fshati atje Zhitomi, i çoj atje. Marr një dorë. I zhvendos nga këtu atje? Po, i zhvendos nga këtu i çoj atje. Pse, çfarë ka aty? Aty ka mare, koqimarja. Okej. Erikarborea si quhet në latinisht. Dhe po të kesh bletë forta, aty merr prodhim të bollshëm dhe nuk i plotson dot gjithë klientët. Zoti Gzim, unë nuk e di tani, unë nuk kam më pyetje, po do doja shumë të më thoje diçka që ti vetë ke merak të na tregosh neve audiencës, si mua brezitëri, si gjithëve ata cilët na shikojnë. Meraku im i madh është vetëm ky që po shikoj shumë pak të rinj, shumë pak të rinj që merren me bletën. Shumë pak të rinj. Dhe nuk është vetëm problemi jonë. Të njëjtën ndjen edhe ata profesorët italianë që punonin në Institutin e Palermos. Dhe njeri që punon në Zvicër prapë, zviceranët me bletën ka necur shumë, janë ndër të parët që kanë prodhuar ilaçet për zhdukjen e morrit të varroa destruktor. Dhe zviceranët kanë ecur goxha kështu, por dhe atje është njëjti problem si këtu që brezi i ri se ka. Tani është koha e elektronikës. Me këtë që the, unë doja të thoja që unë jam rritur në një familje besimtare dhe për ne krijesa më e shenjtë në këtë tokë është bleta. Unë doja ta mbyllja vetëm duke thënë që Zoti ju bekof për punën që bëni. Dhe inshallah kam sa më shumë kërkesa nga brezi i ri. Faleminderit. Inshallah e duam dhe ne këtë. Veç se Darwini i madh ka thënë, nëse do zhduket bleta, 3-4 ose më saktë 70% e bimësisë që riprodhohet me anë të luleve, do të zhduket dhe do jetë problem për jetesën e njeriut pasaj. S'do kemi me as qeshi, as moll, as dardh, pra çdo gjë që edhe këto të egrat me fjalë, çdo gjë që ku shkon bleta, që i pjalmohen, do zhdukeshin. S'do lini pas ardhës, po mos ishte bleta, mos ka që rëndësishme është bleta. Ka që rëndësishme është bleta. Shumë faleminderit, Zoti Gzim. Faleminderit dhe juve. Rrofshi se u munduat që nga larg. Ju uroj veç suksese. Ju falenderoj shumë. Suksese dhe televizionit tuaj.